Plani ekonomik ishte kryefjala e paraqitjes së kreut të opozitës Lulzim Basha para qytetarëve të Dibrës. Për 10.000 student, ai tha se do të ketë stazh të paguar për drekfalas për të gjithë nxënësit në shkollat publike. Plani ekonomik përbëhet nga këto shtylla kryesore: ulja e taksave, ulja e TVSH-s, taksa 69%, anullimi që ditën time të parë i taksës Rama mbi naftën, ulja e çmimit të energjisë, subvencionet për bujqësinë. Për partitë e koalicionit qeverisës, Basha tha se koha e tyre merr fund me 25 qershor. Do i besoni këtyre partive që kanë një qëllim, të zhvasin shqiptarët, jenë pjesët e PSI, se platformë nuk kanë, as LSI, as PDU, as një vot për shushunjat. Koha e shushunjave në pushtet merr fund, janë bërë gjind, është bërë bish Ilir Meta, tani u bë bish. Pse u bë bish? Sepse e shikon të vetën gjithmonë një dorë në baklava e një dorë në sheqerpare. Dorën në baklava s'ka për të pas kurrë. Po me sa shof, edhe këta të sheqerpare s'kanë men me a heq dorën. Pra ata që kanë vendosur të japin votën Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Basha tha se është më mirë ta hedhin votën në Drinën e Zi, ndërsa nuk harroi edhe sheshin Skënderbej, i cili sot përurohet në Tiranë. Sot është krekos tashin mes Tiranës dhe thot, ja ku është Xhevahiri më i madh i rilindjes, sheshi Skënderbej ka bë një kodër me pllaka aty. Sa ka kushtu thoni ju? Sa 5 vjet buxheti Dibrës, sa për të bërë 10 shkolla në Tiranë, sa për të dyfishuar ndihmën ekonomike në gjithë Shqipërinë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke rikujtuar Dibranët se në Perëndim fati i politikanëve varet nga qytetarët, ai tha se kjo do të ndodhë edhe në Shqipëri.